Linjat e transportit interurban në Vlorë kanë protestuar këtë të hënë. Drejtuesit e autobusëve që bëjnë linjat me Tiranën, Beratin, Elbasanin, Sarandën dhe qytete të ndryshme në këto itinerare kanë pezulluar aktivitetin. Shkak sipas tyre është bërë aktiviteti i paligjshëm i taksive dhe furgoneve private dhe të palicencuar. Vlora shumë keq. Nuk ka asnjë lloj përgjegjësie ligj. Terminali e para e dyta është kjo. Taksia është me taksimetër që jep le bashkia. Po. Taksis ta marri, ta çoj dhe të vi bosh. Po. Unë jam i sulmuar më drejt. Një, e dyta, të lutem. E dyta është që ne s'kemi një terminal. Taksia po bën linja autobusi. Furgona 8+1 që punoj si linja të rregullta. Kjo nuk është konkurrencë, kjo është padrejtësi. Ne nuk kërkojmë privilegje, kërkojmë vetëm zbatim të ligjit. Ligji të vlejë njësoj për të gjithë. Tu ku punojmë neve 50 metrë më tej rrim të paligjshmit. Marrim në telefon policin, vin policia edhe ata ikin me njëherë. Sa ikën policia, prap ata, të njëjtin gjë. Ata theksojnë se prej kësaj të hëne nuk do të vijojnë punën deri në një moment të dytë në gjetjen e një zgjidhje. Ne do vazhdojmë protesta derisa të merren masa për largimin e kësaj padrejtësie. Sot nuk do të punoni. Sot edhe në vazhdim. Linjat e transportit urban kundërshtojnë gjithashtu zhvendosje në periferi në terminalin e përcaktuar nga pushteti vendor.